Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish të ditën e sotme me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV, në fakt për të komentuar një ngjarje që ka bërë bujë nëpër rrjetet sociale. Nga situata e ndodhur ditën e djeshme mes Elionës edhe Benitës dhe Albës, një situatë shumë e vështirë, ka reaguar familja e Elionës, ku ju përmend edhe mami Elionës, e cila fatkeqësisht e ka nëna e Elionës ka ndruar jetë dhe është një histori që ne kemi dëgjuar në një intervistë që Eliona e ka dhënë. Bullizime të shumta, gjuajtje me jastik në fytyrë, ofendime të shumta kundër drejt një vajze 18 vjeçare, reagime jo nga ana e produksionit dhe kjo në fakt shumë e çuditshme. Ka reaguar me njëherë familja e Elionës në Instagramin e saj duke shkruar: Gjatë orëve të fundit kemi ndjekur me shqetësim të madh disa situata të transmetuara nga shtëpia e Big Brother, ku Eliona është vendosur nën presionin psikologjik dhe sjellje të papranueshme nga disa banor. Në veçanti veprime që përfshin intimidimin, heshtje të detyruar ose veprime fizike penguese ndaj saj janë të papranueshme për ne si familje. Ne kërkojmë me urgjencë që produksioni të ndërhyjë menjëherë, të vlerësojë situatën me seriozitet dhe të marrë masat e nevojshme për të garantuar mirëqenien, sigurinë dhe të drejtën e Elionës për të qëndruar në një ambient të shëndetshëm edhe të drejtë. Eliona është aty për të konkuruar, jo për të përballuar me forma presioni apo provokime që te i kalojnë kufijtë e lojës. Kërkojmë transparencë dhe reagim të menjëhershëm. Faleminderit të gjithëve dhe tregoni kujdes edhe mbështetje. Ky është reagimi në fakt i familjes të Elionës, që me të drejtë e kanë, sepse Eliona dukej që ishte shumë në presion dhe mua më vjen shumë keq. E kam folur edhe mbrëm, po e flas edhe sot tani. Më vjen tepër keq që tolerohen veprime të këtilla, sidomos nga ana e femrave. Alba dhe Benita, të dyja bashkë, ato nuk e kanë idenë se sa keq dalin, domethënë Alba vjen nga një eksperiencë të tillë, edhe e di shumë bukur se si është jashtë, se si mund të komentohesh jashtë nëse ti përdor një sjellje të tillë, një gjuhë të tillë dhe sidomos ndaj një vajze 18 vjeçare që po tregon një kulturë të jashtëzakonshme, që po tregon një qetësi të jashtëzakonshme dhe që duket që ka një inteligjencë të jashtëzakonshme, sepse ishte Eliona ajo që shumë bukur e trajtoi dhe flamurin kombëtar shqiptar, që tha flamuri me yje nuk është joni, por ne ta kemi një flamur, flamurin me shqiponj. Kjo tregon që Eliona është rritur në një familje dhe vjen nga një kulturë që është ajo që ne në fakt e kërkojmë t'u jepet fëmijëve të rinj, t'u jepet moshës së re. Dhe pikërisht sjellja e Benitës edhe Albës kundër drejt Elionës, duke përmendur edhe mamin jashtë në verandë, kjo është shumë e turpshme edhe shumë e ulshme. Produksioni nuk reagon, domethënë mbështetja e Elionës është në forcën që ka ajo brenda vetes dhe te lëndrimi, i cili vazhdon e mbështet dhe i rrie në krah në fakt Elionës, nga që e kupton që është e vetme në të gjithë këtë sfidën. Eliona më duket një vajzë e guximshme, më duket një vajzë që do të shkojë në finale, sepse njerëzit të cilët janë të guximshëm vërtet janë në finale.